por jemi munduar që të bëjmë diçka funksionale që të mos na shtoj më shumë stresin edhe vështirësitë në punë. Ky është një korridor që ndërlidh atë që quhet day hospital ose repartin ditor. Kemi dhomën e psikologes, të punojëse sociale. Këtu kemi arshivën ose kartotekën, është një ambient sepse ne akoma nuk i kemi të hedhur elektronikisht. I hedhim me dorë. Dhe akoma me dorë janë. Akoma me dorë. Këtu janë arshivat dhe historiku i themelimit që në 96 kur erdhën dhe tumoret solid. Sepse vërtet spitali pediatrik është themeluar në 48-ën. Qendra spitalore filloi në 92-shin, ama tumoret solid deri në 97-ën trajtoheshin në onkologjinë e të rriturve. Dhe në atë periudhë doktoresha Godo, profesoresha Godo, që është edhe një nga i shefet e shërbimit, mbas një specializimi që bëri në Belgjik, vendosi me gjithë kolegët e onkologjisë adultve për një shërbim më të mirë për fëmijët, edhe tumoret solid, pra tumoret e forta, të trajtoheshin këtu bashkë me leukozat dhe limfomat. Ky është reparti ditor ose day hospital, është një repart i vogël me shtrate manipulimi, ku përveç se vinë fëmijët jashtë fazës akute, që marrin mjekimin një ditor edhe pastaj hikin në shtëpi brenda ditës, janë dhe rastet që o nuk ju është vënë dot diagnoza që në fillim, sepse janë shumë komplekse dhe nxjerrin kokën më vonë, por bëjnë edhe atë që quhet follow-up-i, pra mbas stop kimioterapisë për një periudhë 5 vjeçare nga mbarimi i kimioterapisë, për shkak se kjo është periudha që mund të rikthehen sëmundjet ose mund kemi ato që quhen efektet më të hershme të mjekimit, të terapisë, vazhdojnë ndjekim këtu për t'u dalë përpara të gjitha të këqijeve. Liria është një nga infermierët më të vjetra të shërbimit, ka mbi gati 30 vjet në punë, ka ardhur gocë e re. Ka ardhur gocë e re. Që edhe djalin e ka bërë infermier. Kush e di sa të vështire shumë të vështire kanë, po i kemi vërtet goca shumë të mira, ne jemi krenare dhe krenojmë me to, sepse punojnë pa u lodhur, duke haruar dhe fëmijët e tyre shpesh, sepse i kemi rritur bashkë fëmijët. I kishim me temperaturë, i kishin 39-40 dhe ne nuk e dinim fare, sepse vazhdonin i shërbim fëmijët këtu, dhe vetëm kur e merrin vesh që Liria e kishte çunin smur dhe ishte në punë. Çuni tani është bërë. Është infermier. Jo, unë e përqafova sa e pash se këtë mendova, unë vi këtu dhe e mbushem. Më thënë, këtu dilet me optimizëm. Si ja ke bërë që ja ke dalë, që ka rritë fëmijën, që ka mbajt vetën. Kemi disa zonja vërtet që ne bashkë punojmë si një familje, si një ekip, i ndajmë bashkë hallë, i ndajmë bashkë gëzimet. Ta ka ditë njeri? Po, besoj po. Ja, e din. Janë shumë krenarë kur na vijnë pacientët, më shumë dhe natyrisht ata transformohen se kanë qenë foshnje dhe ne mund të mbajmë mend fiksojmë nënat, fytyrat e nënave, se fëmijët nuk i njohim. Po kur na vijnë sa Dera, sa Mali dhe Lavdia është një kryeinfermiera nga më të vjetrat edhe bashkë me Lirin. Pak a shumë do ta tregoj atje ke foto ke dhoma jon, ka qenë gocë e vogël me flokët e shkurtë për një vit në pension dhe vazhdon jep kontributi këtu. Duke të re, por nuk është aqërë. Jo, mund të vazhdoj dhe pas pensionet, apo jo, apo duhet... Fus mik këtyre. Unë fute mik për çdo njeri që e do punën, sepse unë mendoj që ne nuk jemi shumë. Vërtet janë goca heroina, që s'kanë vënë re dhe pse mbaron te turni, që t'iknin me vrap në shtëpi, jo pa mbaruar punën, pa e shifin që një fëmijë njepte shpirt ose qëndronin me prindër deri në fund pa e ditur që do ndroheshin turnet. Nuk ndronim turne, pristim derisa jemi ne thash buzëqeshja jonë mos të pengoj ndonjëherë. Bër atë Ne, e thonë dhe pacientët, nuk është... Ishte dhe pacientët. Kemi tjetër këto? Po, kemi. Studentët e mjekësisë që bëjnë kursin ciklet e hematologjisë dhe onkologjisë, që atë çka shohin në praktik, se mësimi zhvillohet në pranë shtratit të pacientit, por dhe në auditor. Auditorët janë ke fakulteti, por dhe një klasë këtu ku ne diskutojmë rastet komplekse të fëmijëve. Pra bëjmë lëndën e hematologjisë. Në këtë krahun këtu... Një moment se doktoresh Dona nuk i tregon. Kush i ka bërë të gjitha këto, se vëndushim që është rekonstruktuar, po mendimi edhe drejtimi?
Vetëm se ajo nuk ma thot. Një javë kemi fjetë bashkë në pediatri, nuk kemi ikë në shtëpi, për t'i rregullu këto. Për të rregullu këto. Do me thënë, doktoresha i ka dhënë detyrën, idenë si këtij vendi. Se nuk e pyes dot se ajo thot gjë. Ajo filloi të fliste për Ky është ideja e kësaj. kjo është ideja e saj, ja. Ky është muzeumi. Muzeu i doktorit Donës. Bukur. Kështu quhet ky muzeu? Muzeu i dajt, të shojmë E kam muzeu. marrë vesh të gjithë. Aha, më trego atëherë se nuk ka të tregon drejtoresha. Po pra. Drejtoresha i thashon. Drejtoresha se ajo Drejtoresh nuk e kishim Jo, qenë. nuk e ndi të kem qenë një drejtori, më doshin doktoresh. Ne shtaj që kisha kësë kësaj se s'më rritë e pak të. Këto i ka bërë të Kështu që gjithë. ju mërzitet kuniku. Po pa tjetër. Këto i ka bërë vetë me shpenzimet e veta, çdo gjë ka bërë me shpenzimet e veta, ka kontribu vetë. Unë besoj fort që fytyra e atij që drejton duket kudo. Do të Në thënë, fakt doja të vija figurat e nënës, sepse vërtet kemi nëna heroina që okej, nëna e ka për detyrë t'i shërbej fëmijës vet, po vërtet këtu i kemi nëna që nganjëherë na japin forcë neve dhe ne. Prej një mishi i gjaku jemi thyemi dhe në ndonjëherë, na zën emocionet, janë këto nëna që nganjëherë na japin forcë. po trego pak për tjerët që ke bërë. Ndërkohë, Mirënjohje. kjo është historia jo vetëm e pavionit ton, është historia i gjithë shërbimit pediatrik, që nga 1938 kur filloi Spitali Civil i Tiranës dhe Sa filloi me interesant. një mjek austriak dhe 2 mjek shqiptar, njëra femër e specializuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, treshja e parë, i kam vënë siç i shef një blur, sepse atëherë s'kishte as social media dhe familjarët nuk i gjejmë dot, mund të kenë hikur dhe i kemi vënë, por ju kemi vënë emrat dhe i kemi vënë Ama sa mirë e ke bërë. Simbolin e Këtu janë bluzës, edhe edhe- mjekët e mi edhe mjekët e vajzës time. Mund të janë të gjithë. Profesor Selaudin Bekteshi që quhet babai mbahet si babai i pediatrisë moderne. Dy rrjeshtat e parë janë mjek që u edukuan dhe studiuan në vendet e ish republikave socialiste, në të kampit komunist që quhej, dhe pastaj gjithë brezat më poshtë janë mjek të shkolluar edhe të specializuar natyrisht dhe jashtë, por të dal nga Universiteti i Tiranës. Pyeta një ditë doktor Orion Klozheni, mbasi Linda, i thash doktor, të gjithë mjekët përgjigjen në kohë. Pediatrit gjithmonë vonojnë përgjigje. Jo, tha, po jeti që s'duron dot. Se për prindin nuk e duron. Jo se ata vonojnë përgjigje. Këtu kemi, vërtet është një histori e tërë. Falemi pediatrëve shqiptarë. Është një histori e tërë, edhe ka goxha historisë, është anesteziste e parë femër, e fëmijëve, pediatra, kirurgja e parë femër e fëmijëve, pra e specializuar për pediatrin. Kemi doktor Genful Çebeun, profesor Durin Bebeçin, një elitë dhe një plejade madhe mjekësh, doktoresha Godo, doktoresha Sashenka, doktor Polikroni, shoqëri Osa, pra të gjithë këta kanë dhënë kontribut që jemi këta që jemi sot. Dhe ishte duke që brezi ri, sepse dhe në arshiv të shtetit me zi gjenim të dhëna, janë që kanë ndikuar në edukimin. Atere, kjo është arsye që ne jemi këtu. Dhe po e marrim me vete dhe po ulemi në zyrë tani. Duke parë edhe pak të pjesën këtu. Ky është historia e ngushtë e shërbimit tonë. Për fatin e mirë, ne kemi pasur atë që quaj babai i pediatrisë moderne dhe shefin e parë të shërbimit të hematologjisë, me 2 shefet e tjera Gusho dhe Shaba, dhe në 97-ën erdhën dhe tumoret. Pra deri tu ishim vetëm hematologji, pastaj u bë hemato dhe onkologji. Ndërkohë, kolegu nuk e kemi më mes nesh, doktor Qëndrë nga më të vjetër, doktoresha Eleni, një nga themeluset i qendrës së hemoglobinopative dhe të hemotransfuzioneve, pra pioneret e para hematologe, dhe pastaj kolegët e tjerë me radhë, dhe po ta shifni këtu, i shikoni të gjitha historinë që nga 56-ta hematologjia si shërbim, pastaj 94 hemotransfuzionet, hemoglobinopatit, pastaj në 2014 hemofilit dhe koagulimi, dhe tradita vazhdon me mjek të rinj që kanë ardhur tashmë. Pastaj këtu kemi vënë eksperiencën ose të bashkëpunimin me organizata dhe shoqata si Motra, që me St. Jude Global Alliance në Memphis, një nga institutet më të famshme të kërkimit në luftë kundër kancerit, SIOPI që është shoqata internacionale e onkohematologjisë pediatrike, ku ne bëjmë pjesë me emërtimin ALFOG, grupi shqiptar i onkohematologjisë pediatrike. Pastaj në 2024 nëntor u bën Focus Country i Global Initiative Cancer Control i WHO, si organizatës botërore të shëndetësisë.
Dhe prej 2025-ës jemi dhe antar me të drejtat plot shoqatës evropiane të onkohematologjisë pediatrike. Në këtë, përveç se personelit, gjithë aktiviteti që bëhet këtu, që nga edukativi me studentët, me specializantët, me ditëlindjet e stafit edhe të personelit, ditëlindjet e fëmijëve, fushatat e sensibilizimit, maratonat me pacientë dhe me familjarët pacientëve, plot viti i ri, festimi vitit të ri, dalje në pension. Kemi dhe këtu. Kjo është pema e të mbijetuarve. Pra çdo emër këtu është një që ne tashmë luftëtar, që ka luftuar dhe ne tash e kemi të rritur, e kemi inxhinier, e kemi ekonomist, e kemi mjek, e kemi baba, e kemi nën. Oh, sa bukur. Ndër vite. Ka shumë e më shumë se kaq. Kjo është një pjesë, nuk i mbante dot pema, por që të paktën këtu merr optimizëm që ne ja dalim. Këtu vjen që t'ja dalësh, që ta kesh emrin ke pema. Dhe sa shumë emra. Ka shumë, janë akoma më shumë dhe do i shtojmë. Kjo është këmbana e fitores. Jo vetëm e fitores e përfundimit total të terapisë, por edhe të një betejë të vogël, për të dhënë optimizëm, për të dhënë shpresë që vazhdojmë. Një sfidë, një komplikacion që ja del me sukses, ne i mbushim dhe i vjen me shumë gëzim këmbanës. Kemi lënë dhe një faqe bosh, si që shifni, do pyesni pse është bosh. Në fakt, edhe këto, një pjesë janë me shpenzimet tona, kjo është dhuratë e një familje miq të mi nga Durrësi, kjo është dhuratë e një familjes e një pacienti tonë me rastin e ditës ndërkombëtare Arbër Nezirit, është muzikant në orkestrën e simfonike, është familja e tij që e ka dhuruar për ditën ndërkombëtare të hemofilisë, koagulimit, dhe këtë murin ne kemi thënë muri mirënjohjes. Duam që të memorizojmë ose të vëmë çdo në formë etikete, çdo kontributor, çdo njeri që ndihmon në forcimin e këtij shërbimi. Atëherë unë dua t'i drejtohem të gjitha atyre që kanë mundësi, kanë empati, kanë njerëzillik, kanë dashuri për të ndarë, ta bëjnë këtu. Ky është vendi një nga vendet më të ndjeshme në spital, në pediatri, tek fëmijët. Mbusheni me mirënjohje këtë vend, me qëllim që sa më shumë të kenë mundësi këta njerëz, sa më shumë të këmboj. që të këmboj këtu.